Tani unë nuk them që ne e kemi shfaros korupcionin, por unë them një gjë që mund ta faktoj në disa rrugë. Që e para, kur më para Shqipëria nuk e ka luftu korupcionin si në këtë fazë, dhe e dyta, korupcioni është më i ulët se çdo herë më parë. Zhurma është më e madhe, patjetër. Dhe është më e madhe edhe nga lufta, që çdo gjë amplifikohet në të gjitha rrugët e keq informimit, por është patjetër edhe nga rezultati. Fjala vjen si mund të ketë rritjet korupcionit dhe të rritjet pagave në të njëjtën kohë. Nuk ndodh kjo në vendet që kanë korupcion në rritje. Si mund të ketë rritjet korupcionit dhe rritjet pensioneve në të njëjtën kohë? Sepse pagat e pensionet rriten nga që rriten të ardhurat në buxhetin e shtetit. Korupcioni prezumohet që i thith të ardhurat nga buxheti i shtetit dhe i çon në pak xhepa. Atëherë, këto të dyja bashkë nuk shkojnë. Si mund të ketë rritjet korupcionit dhe ndërkohë të rritet numri i përfituesve nga garat publike? Janë të gjitha gjëra që nuk shkojnë me njëra tjetrën. Ashtu si kundër, nuk diskutohet që njeriu është i ndërtuar në mënyrë të tillë që të keqen e harron shpejt, ndërsa të mirën e do edhe më shumë. Por nëse kthejmë kokën pas dhe kujtohemi për kohën kur për të paguar dritat duhet mashë radhë, e për të paguar taksat duhet mashë radhë, e për të marrë një certifikat lindje duhet mashë radhë, ndërkohë që të gjitha këto gjëra sot i bën me telefon, atëherë si që ka rritë korupcioni. Sot po diskutoja me kryetarin tuaj të bashkisë, projektet që ne shohim për Lezhën, për ndërtimet në zonën turistike, janë projekte që nuk mund të imagjinoheshin, as nuk mund të shkote me një njeriu që do merrnin përsipër njerëzit bënin ato lloj investime ashtu në Lezhë. Dhe janë projekte që kur të realizohen, do ta bëjnë Lezhën realisht një destinacion turistik europian në plot kuptimin e fjalës. Ne europian mund ta quajmë dhe sot si destinacion edhe Shqipërinë dhe Lezhën dhe Durrësin dhe Vlorën këtë donë. Por ato investime që parashihen dhe që nuk janë në ëndra, janë projekte që vijnë që ne ja aprovojmë, janë investime për cilat ja vlen të luftohet dhe të fitohet, dhe të luftohet dhe të fitohet dhe të luftohet dhe të fitohet. Sepse do të lënë gjurmë